Tjetra janë anomalit kur ti sheh një person i cili edhe si duket është po ai person që e kemi parë dhe ne aty duke qit kafe kur kanë shkuar mysafirët që i kanë pritur aktorët tonë brenda. Dhe në një moment tjetër pas një viti e gjysmë ti e sheh të njëjtin në gjykatë në një rol tjetër. Ai që ka qenë në roje, personi që ka qenë në roje. Çfarë roli e keni parë? Në rolin e rojës brenda aty në burg. Po, por pastaj çfarë roli? Ka qenë te pjesa e trupit gjykues. I njëjti person. Besoj e kujtoni kohën kur Hashim Thaçi ka deklaruar dhe ka reaguar për këtë çështje. Prandaj aty brenda kujtojmë se edhe po harroni. Po, e kuptueshme se ka qenë proces i gjatë, tash e veç 5 vite e sa. Edhe për të gjithë neve, domethënë që ndoshta nuk kemi mrime për të qellë çdo seancë, është mund të ketë zvrastira kështu të memorjes edhe përmbajtësore edhe vizuale se çfarë ka ndodhur krejt. Por ka njerëz që kanë përcjellë kështu. Kanë pas dedikim dhe kanë përcjellë non-stop se çfarë ka ndodhur dhe kanë raporte të shkruara nga jashtë, meqense brenda s'kemi pas shumë qasje për të ditur se çka dhe çu. Ato raporte në momentet kur është tentuar të kritikohet krejta e çfarë ndodh brenda, njerëz kanë patur edhe pasoja. E vërtet, për shembull edhe ne si Lidia Kamër kemi qenë një grup i njerëzve, vazhdojmë të mbesim, përfshi Burbuçe Berishën që nuk jeton më, ne nuk kemi qenë as trup juridik, kushtimisht ta them OJQ, sepse kemi qenë vetëm njerëz të vullnetit mirë që kemi dashur me bëu diçka për trashëgimimin e luftës, po në fakt kur ndodhi Haga ne u bazuam te procesi i Hagës. Kemi pas selame prej atje që kush janë këta njerëz? Si vite tyre, po e ndisin popullin, po bëjnë kështu. Para mendoni deri ku shkon, mos përmendi rastin e fundit domethënë në shkolla. Cili është sikleti një gjykate për me shku me mbajt, për shembull, ligjërata në shkolla para disa fëmijëve që janë ende në rritje. Cili është? Ti mund ta bësh një debat për gjykate, vetëm ta përfundoj. Bëje në fakultet juridik. Bëje me njerëzit që kanë nevojë dhe dëshirë të kuptojnë një mekanizëm të një gjykate specifike që kanë ndodhur. Ka ngritur shumë diskutim, ka ngritur shumë debat sepse ishte një si thuash memorandum mirë kuptimi i shkruar shumë më herët. Nuk po flas për procesin, po flas për përmbajtjen. Dëgjom, çfarë ndodh brenda. Procesi ka mund të po, e kuptueshme, absolutisht se s'dua ta lëndoj as sektorin civil në punët që bën e as shkollën si të tillë. Dua të flas për atë se çfarë flitet. Nuk e kam krejt të qartë. Ne kemi parë ca kështu që kanë dalë. Unë mendoj që mu pasmajt me ligjëratat të tilla për gjykatën speciale nga ana jo me nxënësa, beja do të thënë të me atë fjalorin nuk bënd të politikë. Po ndërhyni në drejtësi, të rëmarë. Kjo është qa sikleti që ata e kanë. Të më falë, Eliza, ju keni pa prokurorin sulmin e ka pas ndaj Rubinit dhe Clarkut, të cilët kanë marrë leje nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe nga Pentagoni për të dëshmu për shkak rëndësisë. Sepse prokuroris i ka dhënë që për herë të parë me një tribunal kaq lartë, personalitete me kaq kredibilitet të lartë, kanë dëshmu kundër prokurorisë dhe kjo dhemë, ndërkohë që dëshmitarët e saj dorë në zemër kanë qenë të diskutueshëm, pastaj mos flasim, dëgjoni, kur po them themel ka një anomali, si do duke në Nürnberg të dënoheshin krerët e koalicionit antifashist, po si dëshmitar të vinin pjesëtar të njësiteve SS me dëshmu. Dëgjë, në themel ka defekt mënyra që është ndërtuar. Dhe këtë kemi diskutuar shumë shpesh, edhe në këtë studio, besoj është diskutuar edhe në studio tjera, por tani fakti që u lirua Zoti Shala. Kjo është për me bo balancë. Për me bo balancë, nga reagimi i djeshëm, do më thonë shumë ke interesante me po. është koincidencë, apo është indikator? Që ka mlef në Kosovë, që ka pak natësit ma, dhe dëshojnë pak të vejnë Barbara Speshë. Pra është e qëllimshme. Por nuk është indikative që trupi gjykues pra këta liran ditën, kur prokuroria kërkon një dënim aq lartë, këta të tjerët i liran gjykatat tash. Dikë e trajton në kuptim individual, dikë tjetër në paket, është anomali e llojit vet në gjitha proceset. Desha mi mos nëse mundem të ndërlidhem me zotin Ushini. Jo vetëm që zoti Clark edhe Rubin kanë kërku dhe kanë marrë pëlqimin e State Departamentit, po në sallën, kur ka dëshmu zoti Rubin, kanë qenë 2 zyrtarët të State Departamentit, dhe ato janë pyet nga gjykata, nga trupi gjykues. Pse janë? Përgjigja ka qenë që janë të pranishme që nëse zotit Rubin nuk i kujtohet do një datë, do një detalj, do një hollësi, ato t'japin shpjegime. Kjo nuk është e rastit. Kjo tregon që administrata aktuale e Shteteve të Bashkuara mbështet
mbështet dëshminë e tyre. Dëshminë e tyre, qëndrojnë pas dëshmisë të tyre. Madje kanë dërguar edhe zyrtarët vetë jenë pranishëm që mos u shpëtojë diçka që del jashtë konturave të qëndrimit të tyre politik. Kjo nuk është rasti. Mirë, tani se tema herët që je optimist, por kur ka pretendime pra të tilla, le të themi të çoroditura edhe të pabazuara, devijohet e gjithë edhe krejt akuza, pretendimi mund të devijohet. Dhe kjo ju bën të jeni optimist? Do t'ishte, unë e përmenda parës, janë delu 90 vite liderët kryesorë të sërbisë për atë çfarë ka ndodhur në Kosovë. Tani dënohen 4 lider të ushtrisë trimtare të Kosovës, 2 fish më shumë, dhe vetë fakti që propozohet një absurd i tillë, një nonsens i tillë, u mendoj se ja ka lehtësuar shumë punën trupin gjykatës. Prandaj jam shumë optimist sepse prokuroria e ka kalu çdo minimum të korrekcisë. Po natyrisht krejt pretendimet e pabaza e përkeqin vetvete pretendime. Nuk jam duke thonë Eliza tha pak me parë, ne nuk i dim tani saktësisht pretendimet. Ne po gjykojmë veçash sa kemi parë. Sa kemi parë dhe sa kemi dëgjuar. Por, që të dënosh kreun serb me 90 vite, vetëm 90 vite, ndërkaq pretendosh të propozosh 180 vite, 4 liderët e ushtrisë trimtare, kjo jo qoftë absurd, po është një nga turpet më të mëdha të drejtësisë ndërkombëtare. Dhe prandaj, unë mendoj që do të shkohet në ekstremin tjetër, si revansh i dikujt tjetër. Është evidente që ka tentim që me çdo kusht të dënohen liderët e UÇK-s, por mendoj